Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Bujqësisë Sandi Salla dhe ai i Financave Petrit Malaj, zhvilluan sot në Divjak një takim me fermerët me qëllim diskutimin e problematikave lidhur me skemën kombëtare 2026. Ashtu siç u është drejtuar edhe më parë, Rama tha se buxheti i shtetit nuk është i vetmi burim financimi për fermerët të bujqit, teksa tha se qeveria ka dhënë në dispozicion të sektorit të bujqësisë deri më tani 250 milion euro. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti, dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2, kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkit duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime.